Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Kjo është arsyeja pse unë hapa vlog. Kjo është arsyeja, dielli. Ju e dini që unë ndikohem shumë. Do me thënë, koha, dielli ndikon shumë në energjinë time, kështu që me që sot ka diell, se këto ditë ka qenë shi, vrentur, thash ta hap një vlog. Dhe që mërzis dhe juve, më falni për gjendjen, sa po jam zgjuar. Hengra mëngjesin, nuk kam për asgjë, as flukët s'kam kreur dhe unë hapa vlog, por ju më keni parë gjithmonë në gjendje të ndryshme, të vem pak karikim se do na fiket kamera. Tani, të vishem, nuk e di që të vesh, ku është super e mirë, por është freskët me siguri, kështu që nuk e di se çfarë do vesh. Sot i masa qef kam kur ka diell, nuk e keni idenë sa unë duhet të jetoj në një vend që është vazhdimisht diell, që është vetëm verë. Unë nuk duhet jetoja këtu. Besha ka t'jemi mirë, s'ka gjë dhe shiu duhet. Por mua pëlqen dielli. Të vishemi tani dhe të shohim se që do veshim. Okej, u bëra gati, t'ju tregoj veshjen, mirë do ishte një sekund. Okej, aty ku e vura unë tani kamerën, nuk është se duke mirë, kam veshur. Ju që më ndiqni kohë këtu në YouTube, e dini që këte setin nga Saudeza e kam që par vjet dhe kam veshur, gjeni ku, më shkruani në koment ku e kam veshur. Jam kurioze, e mbani mend apo jo. Është një nga setet e preferuara që asnjëherë nuk më mërzitet sado që të kalojnë. Imagjinoni, kanë kaluar 2 vite dhe unë prapë pëlqej si në fillim, e adhuroj dhe është super i bukur, në fakt është fund i gjatë, nuk e di dallohet apo jo, se është dhe kjo karrige që pengon, çarjen e ka mbrapa, që nuk dallohet, dhe me që e ka mbrapa mund të hypi dhe në motor, pra nuk më pengon, është komod, tani duhet iki në punë, dhe uroj të kem një ditë më të mbarë sot. Harrova t'ju them, po dje dita ka qenë shumë, po shumë ters. Çdo gjë do me thënë që beja, më shkon të ters, kam bërë dhe një dëm të çanta re, më ishte derdhur lipoili që vajta bleva në Greqi. Në fakt, më tha Joana kur i thashë bleva atë lipoilin e Gisut, më tha që të kesh kujdes se nuk është se ka review shumë të mira dhe mund të hapet. Nuk dha shumë rëndësi dhe më ishte përhapur tek çanta e re nga brenda dhe më ka dëmtuar. Por duhet me patjetër të gjej një vend, një pastrim kimik që mbase e pastron dhe nuk e çon dëm çantën, sepse kjo vishet nga 2 anët dhe dua me patjetër ta përdor dhe nga ana tjetër dhe më vjen shumë inat që brenda as 2 javë që e kam përdor këtë çantë, më pak se 2 javë, kam 10 ditë që e kam përdor, të më prishet. Të nisemi për punë tani. Kur shkoj te puna do të tregoj se çfarë tjetër psova, se që në mëngjes dhe më fillovi dita kështu. Dogja pantallona, derdha kafen, prisha çantën. Çfarë tjetër më ka vajt dëm? Një set që kisha përporo si vajti u bebis. Sot uroj të jetë ditë më e mirë. Ja pra njerëz çfarë bëra, shikoni si i dogja pantallonat, hypa në motor. Dhe kur kam zbritur, jam afruar te ajo që nxjerr atë tymin si quhet. Dhe me sa duket, më që s'dogja këmbën, dogja pantallonat, i çova dëm. Sa inat më vjen, si kam veshur vetëm 2 herë. Janë pantallonat e preferuara për momentin. Mami ka bërë këto briozat, janë super të mira dhe janë shumë të nxehta. Dhe tani po i bën me çiko krem. Bravo Meri, të lumshin duart. Agilo po provon. Agile, çfarë notive? Si mira e. Çfarë notive? Është kamera që po mira.
Nuk e di se qa vlogu do dali kjo. Nese. Si filloi të vlogu kështu? Shumë kurioze. A ti si ka filluar ky vlog? Ke thënë përshëndetje ti këtu, s'ke thënë përshëndetje? Sa po fillove videon? Jo, në përgjithësi them te ky vlog e them përshëndetje. Përshëndetje. Mirë. Atëherë, unë vlogun e fillova partje. Po. Nese. Partje do me thënë fillova një vlogu, u zgjova unë me pozitivitet, thash doli dielli, sa ditë e bukur, ju thash që më vajti dhe dita ters që mu be pis çanta. Këtë kam thënë më duket. Çka kam thënë unë në këtë vlog? Nuk e di sepse vlogu filloi një ditë tjetër dhe unë po e vazhdoj sot. Nese, ndodhi diçka me një familjarin ton dhe mu prish Terezia, kështu që nuk e vazhdova vlogu normal. Çdo gjë është okay tani, çdo gjë është në rregull dhe thash ta vazhdoj sot vlogun e hapë me ato kruasanet e Meri që bëri ato moldot e mira. Dhe sot kemi ndeshjen. Po. Shqipëri Serbi. Duket se sot është. Po, sot është ndeshja Turqiun. Oho. Shqipëri Serbi. Ku ke qef për ato? Dhe jurojmë fitore kombëtares, nuk është se kam ndonjë simpati për këtë sport, por lot kombëtarja dhe normal që duam ta mbështesim dhe inshallah fitojmë. Po, çka ke qef të rezervojmë, ku ke qef të rezervojmë? Do të thënë, të them unë opsionet. Po ti e di se ku do doja unë. Po mirë, të them unë opsionet. Ja, më thuaj, ha. Do për sushi? Mos e vazhdo. Okej, do të shkojmë në tjetër. A do, ne? Do doja për sotin. Ta pranotoj? Ja, pranotoja, hajt, pranotoja. E shkruaj ti se me ty e kanë mohabetin mirë këta. Pse kanë me mua? Ti ke pranotuar gjithmonë të këta. Okej, nese. Bëjmë në një punë njerë këtu. Po, do të. O Eli, prit! Se thoja, pse kam hapur këtë vlog më shumë, tani u kujtova. Përveç gjërave, do më thënë, ditës të bukur, Po. që thash, djell, do hap vlog e kështu. Eli është futur në universitet. Da, kështë të thënë për historinë. Pse? Pse të thënë? Pse që ka mos me thënë se gjithë njerëzit më pyesin këtu, gjithë më keni pyetur. Do me thënë, ju para se të mbaroj Eli maturën, keni thënë se që do vazhdoj Eli. E më në fund tani që fillove nuk duhet ta themi. Dhe ta them, E po thua e pra se na të shmende. ta them. E po ta thua ashta se si kur në një shpikje e madhe. Më s'duk me thënë, duket sikur që lejon. Po tani fillove, para se filloje e kishe me kështu, tani do me A për me thënë kur ta kryjnë fund. Po pra, pas 5 vjetëve. Nëse njerëz më që së thot Eli do ta them unë. Eli do vazhdoj për drejtësi. Është futur në degën e juridikut. Dhe ankthi më i madh i imi ishte që Eli do na ikte larg njerëz. Si fillim këtë vendim e kam marrë që para një viti. Para se të mbaron. Që do futesh në juridik. Edhe 10 par vjet, që kur? Sa se një fëmijë ta, sa ma me bërë në ish. Pse? Nejse. Si fillim, ëndra ime si fëmijë vogël, po them unë, si fëmijë vogël duke parë dhe filmat edhe kështu thoja unë. Si çdo fëmijë, Kur shkonim në fshat dhe mblidheshim kur shërin, thoja unë, duhet bëjmë ose në një avokate, thoja unë, ose në një aktore. Që nuk ja dija kuptimin asnjëherë sa tjetër, vetëm çfarë shikoja në televizor dhe më pëlqente. Po. Nejse, si çdo fëmijë se kemi thënë shumë budalliqi kur kemi qenë fëmijë të vegjël. Pastaj kur i kam klasë 9, kam thënë që duhet të vazhdoj për drejtësi. Pastaj kam ndryshuar shumë herë mendje. Po, në klasë 9 e ke thënë. Po. Pastaj the diçka tjetër, Që s'ka fare lidhje me këtë, po fare, nejse. nejse. Pastaj thash, as kjo nuk është për mua, kështu që ufta për drejtësi. Edhe Do të thënë 2 vitet e fundit e kisha të vendosur që çfarë do të vazhdoj. po, Edhe pse nuk e thoja se më duk të sigur, po ta thoja, nuk do më realizonte. Edhe kur më pyesin çfarë do të vazhdosh, nuk e di, thoja. Gjithë kështu i thonte, nuk e di. Nuk e di se ka vendosur akoma. Unë sidomos vitin e fundit mundohesha aq shumë që t'ja ndryshoja mendjen. Aq shumë
Dhe njerëzit të tjerë që na rrethojnë, në fakt, gjithë pothuajse pak ishin ata që e pëlqenin si tek, shumica i thonin që bë diçka tjetër, por mund të themi që është hera e parë që Eli është kaq e vendosur, kështu që normal që do ta mbështesim. Unë doja për psikologji nese. Sepse Eli është shumë e mirë në këshilla, domethënë kur nuk e mirë. Vjen puna që t'ja them të tjerëve, se për veten time. Po pra, prandaj. Domethënë sa herë që të kesh një hall diçka, ti flasësh Eli, të jep, nuk e di, të jep një energji dhe sikur ta zgjidh hallin me ato që thot. Dhe prandaj thoja futu Eli në psikologji, Eli është kaq degë e bukur. Nëse kur nuk i pëlqen kësaj, do bëj normal atë që i pëlqen, sepse nesër pas nesër paktën të thot ber atë që doja, jo ber atë që donte mami dhe babi. Nëse papi do për juridik, siç normal që do, unë s'isha shumë dakord, gjithsesi rëndësi ka që i pëlqen kësaj dhe uroj të shkojmë bardh. Ama mos ta shajnë tani se në të rastin e fundit që ka ndodhur tani, çfarë do shikojnë për komente? Pse? Për vrasjen e gjyqtarit. Po s'ka pse të na shajnë ne, sepse si as e para as e fundi që do futesh në juridik, janë gjëra që ndodhin dhe e tmerrshme ajo që ndodhi, shumë që skandaloze. Eli edhe kamariere t'jesh, edhe rrobaqepse t'jesh, edhe por është më e tmerrshme njerëzit që e komentojnë si një vepër, domethënë që ka bërë mirë ai që e vrau. Nëse jetojmë në një vend, po në një kohë që shumë të keqe fiks që njerëzit zdi, domethënë, nëse ta lejmë të mohabet, mos ma kujto. Pra kështu. Agjelon normal fillovi hyri në vit parë gjimnazit. Gjimnaz edhe njerëz që kam afër. Kjo është lumturia më e madhe e një nene, sepse Elin e kam përballë punës, Agjelon e kam mbrapa punës, i kam para syve. Eli, si që thash, kisha shumë stres se do kalonte ose jashtë shtetit, se këtë fillova të thoja që pari dhe pasaj ndrua mohabet, nuk e di. Eli ka dash që Eli ka dash që të studioj në Greqi. Por duke qenë se për këtë deg, po. Duke qenë se ishin procedura shumë të mëdha, domethënë jo veç procedura, po do ngelesh ti 2 vite mbrapa. Po ta shpjegoj, duhet të bëj edhe një gjimnazi nga fillimi aty. Të jepje ato provimet e maturës që kanë ata andej. Dhe pastaj ku të kaloje. Ku të kaloje, se për shembull do thuash, për shembull kemi njerëz në Greqi, në Athinë, Korfuz, po varet se ku do kaloje, mund kaloje diku afër Turqisë, mund kaloje në një ishull shumë larg, varet ku do kaloje. Plus që do të ikte gjithë 3 vjeçarja këtu që ka bërë shkollë gjimnaz, do t'i këtë dëm, sepse duhet ta përsëriste përsëri. Gjë që nuk ja vlejte, edhe nuk tendohen, domethënë shoqër që merrten gjërat kështu si qerrën. Po, se tani nuk do. Edhe kur shkoj për pushim në një andej, them kur do shkoj në shkollë. Ja njerëz. E besoni se këtu kemi vetëm këtu në YouTube kam shumë prova që nesër pas nesër mund t'i përdor, sepse Eli thoshte ç'a bëjmë në Shqipëri pse nuk jetojmë andej. Besoj se shumica nga ju që na njihni kohë në YouTube e dini që Eli gjithmonë ka dashur që të jetojmë andej dhe jo këtu. Por ja që ndryshojnë gjërat. Absolutisht se besoj. Eli tani nuk do fare që të jetoj andej dhe do të jetoj këtu. Dhe më e forta është se më e mira për mua është se do vazhdoj të më thënë universitetin këtu në Shkodër, as në Tiranë. Do më thënë kaq afër. Të presuar në ëndrave tuaja. Për zotin, nuk e keni ide në njerëz ditën që më tha që i doli, se si fillim i doli për Tiranë, ditët e para. Janë disa faza, do më thënë në fazën e parë i doli që i doli universiteti, disa universitete në Tiranë. Mërsita, kjo më thoshte, po prit se janë disa faza tjera, ja të dyta, do më dali, unë këshu, do doli, do ikë, shumë mërsita unë. Kur ditën që i ka dalë, kemi qenë këtu të dyqani, ka qenë ora diku të 12 i natës, dhe po hapnim koleksionin e Angelit, ka qenë Sida dhe Gulbena, Marman dhe Alea këtu që po në ndihmonin. Dhe në një moment kjo hap telefonin edhe tha me një qetësi, ja ma të thash, më doli këtu në Shkodër. Qa doli më i thash unë?
Po doli tha Juri ti ku shkodër, unë për ti se këtu si e çmendur për shumë më gëzova unë se kjo. Po prit, është shumë Gjë e bukur që më ndodh mua. Ç'a ndodhi pastaj? Atë doli mua 12 natës, edhe i binte ishte ditë e shtunë, që i binte ditë e diel. Po. E ditë e diel unë me mendjen time që nuk do jetë hapur, nuk e di domethënë ai ishte hapur ajo, po thash, do shkoj të hënën. Nëse shkojmë të hënën, po më duket Ju vajte të hënën ti. Unë vajta të martën, po. Se i thash unë, e mora unë gati në qafë, se i thash unë, do të shkonte të hënën dhe i thash, hajde të bëjmë fotot e koleksionit të ri. Apo më duket se që ki bërë këto kostumet, ki bërë foto video. E shko nesër me idenë që okej, ke ko tani të doli këtu, s'ke pse për stresohesh. Po edhe unë këtë që janë shumë faza dhe mund ndryshojnë. Në fakt ju se kisha haruar, thjesht nuk e dija. Ti se dije, asun se ta dinim. Edhe futem unë edhe njerë se kisha shumë fiksim, vetëm futesha të shikoja. Qa më dilin në një gjë tjetër që mund të kisha help, kotsa për kuriozitet. Edhe shikoj unë që nga jeshile kishte kaluar në gri aty. U stresova, thash, nuk do më dali, si do ja bëje, si t'ja thoja kësaj e pastaj. Nejse, fola me njerion tip pastaj edhe e pyes se qa bëhet në këtë rast edhe më tha që ka fazët tjera dhe mund të dali prita fazën tjetër edhe sa më doli i ka direkt. Jo, po thej dhe atë të fortën, që vajte të martën të sekretaria dhe ty të vinë të zorë t'i thoje që... Po, harro. Të vinë të zorë të të vërtetë. Po, unë shkova të martën të sekretaria e universitetit, edhe nga që më vinë të zorë, jam shumë sinqerë të video, nuk besi ka që sinqerë. Po s'ka që... Nejse, i ka të sekretaria dhe i them që kështu më ka dalë grije si mund t'ja bëj. Edhe më pyet ajo sekretaria dhe më thotë, si ardhur kur doli? Nga që kisha turpi thoja që shiko nuk e dija, se do thote po kjo për ku është nis, i them unë kam qenë një shtet, nuk kam qenë Shkodër. E kuptoni ju, duk si kur e neglizhonte fare, do me thënë, këtë pjesën model apo s'model shkolla. Pa lidhje, edhe më thotë sekretarja që shiko, probabiliteti është shumë i madh që të dali në fazën e ardhshme, gjithsesi në qoftë se del, unë do të marr direkt në telefon. Të nesërmen, unë e kisha parë që ndarë, dhe më thënë, kaloj ora 12:09, se shikoj unë më ka dalë ajo, e pashëm kishte darë, thash hajde unë flej qetë. Ase pe që ndarë që doli. Po, do të qojmë nga ora 2-3, thash, unë të shkoj, jo, të qojmë nga ora 12:01. MGS-i të shkoj pastaj MGS-i, të ora 12:01. Edhe të shkoj avash të fakulteti. Edhe merë që në 8 mëngjesit sekretarja që shikojnë që se jeni rësuar të ka dalë dhe mund të regjistrohesh. Po se do vi ma dorë gjumë që 8 mëngjesit. Po, shkrejta ti. Po hajtë. Era parë që nuk o të roba për mori dikush telefon në mëngjes. Pra, ky është një nga lajmet më të mira që doja t'ju jepja dhe thoja për çka kam hapu këtë vlogun. E pse kam që janë aq e lumtur aty që hapa vlogun, ç'a doja të thoja tani u kujtova, mirë që kujtova. Tani, nesër do ta festojmë sepse normal do fitoj Shqipëria. Ju thash nuk është se jam tifoze për futboll, thjesht këtë ndeshje do donim shumë që ta fitonim. Kaq të fillojmë punë tani se folëm pak si shumë, kam për të prerun këtu disa odeza. Ç'a do? Do më presi shkoj. Që kur kam ardhur më çmendi, do më shkurtosh pantallonat, hiqi Eli të shkurtojmë pantallonat. Okej, do shkurtojmë pantallonat dhe ndërkohë do flasim. Hajde. Shikoni kush na erdhi Angelo. Por Eli është tym tani, thot o Angelo, o unë do rrim këtu, sepse ka caruar që në mëngjes ka caruar, çai kërkove dhe thuj të vërtetën se ç'a bëre ti për te dhe ky bëri për ty. Aglin e kishte dënuar mami. Arsye nuk e di ajo ka thënë, por nejse. Edhe donte të lilte të lizotnia, edhe Qa ke qirrin ashtu si të nëzor të palarat? Nejse, nuk do rri t'jap detaje, po sa herë që do të dali, edhe nuk e lën mami, gjithmonë drejtohet e unë. Edhe unë çaj kërkova një gjë, i kërkova ti ikin marrë një porosi edhe nuk ma mori. Mora buk. Është 1 minutë nga shtëpia. Furra bukës. Edhe bukën se bleve për mua, bleve për shtëpi. Tani, të shkurtojmë këto pantallonat e Elit dhe të flasim pak me këtë zotrin që një porosi kërkovi Eli dhe ta dini ti çfarë sakrifice bëri Eli për këtë. Ta dini ju. Ta them sakrificën. Thuaj më, s'është prish punë mua. I kisha thënë Elit lesi se them. Nëse i kisha premtuar Elit diçka, edhe i tha Eli,
okej, mos më jep atë që mos më bëj atë që kishe premtuar, vetëm angelon lere dali, ta dini ju. Edhe ky një porosi që i kërkovi, Eli të shkonte ta merte, nuk shkopi. S'ku isha alarm. Isha jo me kam. Edhe? Alarm. Se që të bësh? Nuk ishka, shpata, nuk të ta gjojnë, nësë ma të haron zëri ti. Agile, tani pajtojni, du të bësh diçka. S'kam qef mu pajtu. Seriozisht, a? S'kam qef. Po shaj dolin me dali herë, po shaj dolin me dali. Jo, normal që s'ka me dalë. E ka me dalën për zote? E dhull me dalën e kam. Dizi dritat jashtë, Akele. Shpejt. Shpejt thash. Dizi dritat mo. Ore ke dhe prizën lartë, priza lartë. Ky është fustani me ri nga Saudeza, shikoni pak sa i bukur është. Është saten. Të shkoj në një pasqyrë tjetër më mirë, një sekond. Okej, këtu e dalloni më mirë. Shikoni pak sa i bukur që është. Është një adhurim. Vjen këtu si katror, ka këtë pjesën e zezë këtu, por nuk është kaq. Një sekond, t'ja u tregoj se si ndryshon ky fustan. Ja. Kjo tani këtu ka një pull, që unë tani me një dorë nuk mundem ta vendos. Vendoset kjo këtu dhe bëhet kështu fustani. Nuk është super i bukur, nuk është një adhurim, nuk e di, domethënë, është një nga fustanët më të bukura që kemi bërë te Saudeza dhe nuk është lançuar akoma sepse sot ka përfunduar. Më pëlqen jashtë mase. Oj, top. Hajde këtu mo, hajde. Hajde këtu mo, hajde, hajde. Hajde mo, hajde. Hajde. Lere, se ke ko për atë, ke ko. Hajde. Po të rgojmë më rëntiki, hajde. Mjep qelsat po. E la, e ma. Mjep qelsat. Me vë pak. Do dori shmirë mo. Okej, ne që dolëm për të parë ndeshjen, herë e parë, do më thënë që dolëm ne për të parë ne. Agilo dhe Heli kanë dalë derë tjetër dhe me Donin, po unë është herë e parë që dalë kur los Shqipëria dhe fituam. Kisha me frikë, por që fituam. Në fakt ati ku vajtëm dhe hengrëm ne, nuk është se mund, ishte lokal këshu, restorant, nuk është se ishte lokal që mund shikoje ndeshjen, ishte televizori aty, por ndërkohë kishte edhe muzikë që nuk dëgjoheshe fare televizori, do me thënë ndeshja nuk dëgjoheshe fare, gjithsesi e shikonim dhe vlog nuk bera, nuk e di pse më kishte marrë uria dhe vetëm kam ngrënë, të them të drejtë. Tani do shtroj pak çarçafët se i kam larë në mëngjes. Dhe do duhet këto ditë të nxjerr ato, si kanë emrin, rrobat e dimrit. Duhet me patjetër të ndërrojmë rrobat e dimrit, sepse është freskuar goxha koha, po nuk gjej kohë. Nuk gjej kohë të lirshme që, domethënë duhet të rri një ditë në shtëpi ose të paktën një mbasdite në shtëpi që të bëj rrobat. Por hajde kur këto ditë jemi dhe në pritje sepse
lind holta, kështu që presim çdo ditë sa herë që të gjej telefonin direkt mendoj sikur po më merr gysin telefon dhe duhet nisem direkt për Tiranë, kështu që jemi pak në stres, ju them të drejtën. Tani duhet të heq make-upin, për to jashtë masë make-upin. Nuk është se kam bërë make-up, kam bërë vetëm kremin e njollave, kundër njollave, që shikoni që kam bërë këtu. Sa bukur ke ngren Daisy, jam bërë me njollë duke ngren. Aq shumë më kishte marrë ri dhe nuk kujdesesha fare me sa duket. Që do t'i thoja, po, vetëm kremin e njollave kam vendosur dhe kremin SPF me ngjyrë dhe pak blush. Po gjithsesi duhet t'i heqim. Të lidh flokët dhe nuk e di, po kam bërë aq gabim që i kam dekoloruar përsëri flokët, sa nuk e keni idenë sa pishman jam bërë. I kisha shumë më mirë kur i kisha terta dhe më duket se dua t'i rësoj përsëri. Duhet i pres njerë, duhet i pres me patjetër, sepse me më bërë maja, kështu që sa të vidoni, se doni para 3-4 ditëve iku në Korfuz, do qëndroj disa ditë dhe do vi përsëri, kështu që sa të vidoni duhet me patjetër të mi presi, që këtë pak edhe datat hena dhe këto se si kur duhet që t'i pres, nuk e di besoni jo, po jo të këto hena e plot dhe gjera këshu, kur duhet të presës flokët. Si scrub më duket këllarës, ta vëmë si scrub. E pastron lëkurën në thellësi. Është nga Seventeen, dini ju. Okej. E lava dhe fytyrën. Tani pasi kam larë fytyrën, do vendos kremin e kundra njollave. Me këtë kremin është bërë Nami në Instagram dhe në TikTok, se ndonjëra ato video që në Instagram jedh dhe në TikTok. Dhe më pyesin pa fund për këtë kremin. Tani, ju që më ndiqni vite, e dini që kam patur, ku është ja, po thuaj se zhdukur, këtë shenjën këtu që kam patur, dhe si njollë do me thënë, këtë këtu, 99%, 95% gati ka ikur zhdukur. E kam patur shumë të errët, mbani mend që kam bërë dhe lazer dhe sikur ma bëri më keq. Vetëm kë kremi ma ka hequr. Kështu që nëse vuan edhe ju nga njollat, pas shtazarnis ose njollat e diellit, duhet ta provoni. Unë kam parë rezultat. Dhe shumë njerëz që e kanë provuar më kanë thënë që bën punë dhe jep rezultat. Kështu që dhe quhet whitening, që ta zbardh lëkurën, do me thënë. Ky nuk sugjerohet, më thënë, gjatë verës në diell, unë e kam përdorur dhe gjatë verës, por jo kur isha në diell, kur diljem në diell, do me thënë, e bëra gabimin se nuk e dija, kur kisha bërë një story, kishin parë vajzat e Seventeen dhe më shkruajtën që Daisy, kisha bërë një story kur isha në pushime në Punta Cana, edhe vura kremin e njollave jashtë dhe pastaj vendosa kremin e diellit dhe më thanë që nuk duhet ta përdor kur je në diell, sepse ky është krem whitening që të zbardh dhe nuk mirë është mos përdoret kur je jashtë në diell. Pra gjatë verës që rri gjithë ditën në diell kur je në pushime. Kështu që unë vendosja vetëm në dark gjatë verës kur isha në pushime, se kur isha në punë normal që vendosja dhe gjatë ditës. Të mbledh kam krijuar një rromuj sot këtu, kudo, shikoj gjërat e mia, kudo. Kjo është maska nga Luessence që e përdor në vend të llakut. Vendos për shembull kur duhet i lidh flokët, vendos këtë dhe nuk vendos llak. I mban shumë më mirë se llaku, ta dini, plus që është maskë, pra
hidraton flokët, i bën vetëm mirë flokëve, ose vendos te, ose vendos në një nga vajrat që kam vaj rozmarina ose vaj batana. Vajin e rozmarinës nuk e dija, por nuk duhet ta mbash shumë orë, se unë e mbaja shumë orë në kokë. Apo i batanës. Më duket si rozmarinës. Nese, me pak fjalë mundojmë që mos përdor fare llak dhe përdor ose këtë ose një nga vajrat dhe mbaj shumë orë në kokë. Dhe nuk e dia lejohet, ai bën mirë flokut, unë them hajt po e mbaj sa më gjatë që t'i bëj mirë flokëve. Uroj që si bëj dëm. Nese. Kjo është që u tregova. Dhe këtu janë disa rraqe tjera që t'i vendos, domethënë 2 krera që t'i vendos në përvende dhe kremi që sapo vura dhe larësi dhe kaq. Ku është drita? Drita? Të reja pa të seta. Të treja duhet të ndes? Okej. Atëherë, të bëjmë qik muhabet me Agelon, e dini ju që kam qefta ngacmoj. Agile, unë sot, këtu në vlog, i tregova njerëzve për Elin, që do më thënë ka filluar universitetin dhe që është futur në juridik. Por njerëzit janë shumë kurios të dinë dhe për ty se çfarë ke qef që të vazhdosh kur të mbarosh Se kam menu. Akoma asnjë gjë. Se mua diçka më ke thënë. Po kam thënë, po se di akoma, s'du me thënë akoma. Fillove dhe ti si Eli, më raf pika mua. O, zot fillove dhe ky si Eli. Edhe Eli, që në fillim të... Jo, që në klasën 9 thoshte që dua të futem në juridik. Pastaj ndrovi një mendje, si përfundim vendosi prapë për juridik. Ti të pak të një nga ato, do na thua që ki qef? Një. Ja. Se thua? Jo, mor. Do na qaj kokën, do na le dhe ky tani 3 vite të presim se qa do të vazhdoj. Tani që them 3 vite. 3 vite, pastaj marrë shkollën, pastaj... Nuk ti mbaron shkollën. Po tani këtu unë kuptoj që para... Sa kemi ne? Kemi 3-4 vite në YouTube, më duket. E di që kemi 3-4 vite. E di se kemi. Mos kemi 4 vite. Po, kemi 4 vite. 4 vite më duket. 4 vite në YouTube. Edhe s'kemi vajt akoma shumë marrova shkollën, më vonë. Po, sa vjeç ke qenë ti kur kemi filluar YouTube-in që bënim ato video të banë mend? Kam këni vogël. Kanë shumë, si thot, cringe. Anglisht të thë, cringe. Po e di, kam kënë cringe. Po, mirë Magile, çdo mosh ka ato lezetin e vetë, mos e fut kohë. Edhe unë kam qenë cringe, por të sa vjetëve. Djala je. Që jam? Cringe. Bravo, faleminderit. Ja më thoni, jam cringe. Nese. Po, mua më mungojnë shumë ato videot e vjetra. Që dilja be, përshëndetje Angels. Po, ti kemi një vit po më vonë. Pse? Kam ikë në ushtrim, në shkollë. Atëherë, Agelo, se harruam, pasi të mbaroj gjimnasin, do më thënë do ketë, kur të mbaroj gjimnasin Agelo, sapo do ketë mbushur 18 vjeç. Dhe çfarë ndodh me Agelon pastaj? Ose nuk do guxoj të shkoj në Greqi me fare, ose do duhet, ose duhet me patjetër Agelo të bëj ushtri në Greqi. Ta dini ju, sepse Agelo ka dokumenta greke, ka pashaport greke, me pak fjalë, ky quhet grek. S'jam grek, mor. Grek quhesh? Se quj vetën grek. Okej, nese, ky ka pashaport greke, dhe ky do duhet të bëj ushtri në Greqi, dhe atje është detyrueshme, nuk mund të paguash ose siç është këtu për shembull me dëshirë. Këtu s'paguan, me këtu është me dëshirë më duket. Atje duhet me patjetër të bësh ushtrin, për ndryshe fillon e paguar në gjoba dhe pastaj të fusin dhe në burg. Kështu që Agile, të bësh ushtrin. Imagjinoni tani Agile. Imagjinoni Agile, mbas 3 viteve të kem akoma kanal në YouTube, edhe unë të vi. Përshëndetje Angels, kemi vajt për të takuar Agelon që është ushtar. Po kam veç një herë muj lejet, ha? Kam veç një herë muj lejet. Po, s'do vish tot këtu.
Po e di. Në Greqi mund të shkosh kudo, po këtu nuk vjen dot. Mbaj mend kur bëri doni ushtrinë, se doni e ka bërë vonë. Ka bërë kur sapo kishim marrë në Shqipëri, se dhe doni ka bërë ushtrinë në Greqi. Por ai ka bërë vetëm 3 muaj, duke qenë se ishte me 2 fëmijë dhe kur je me 2 fëmijë bën shumë më pak. A bëdon fëmijë? Po mund bësh fëmijë akile. Që të bësh më pak muaj. Kurse Agilo do bëj një vit ushtri. Nese, mbaj mend doni atëre, shkoja unë dhe e vizitoja që shikoja në Greqi, sepse ai nuk vinte dot këtu në Shqipëri. Pra doni për 3 muaj nuk i ka parë fëmijët, fare ta dini ju atëherë. Armend. S'moj me nasi gjë. Ki qeni vogël. Ua, zot, Agile, a imagjinon pak me gjithmonë kur të shkosh ushtar, e të vjen bëj vlog atje. Besoj deri atëre kam lënë YouTube-in. E di si kalojnë ato 3 vite. Se 3 vjet ti do e lën YouTube-in, e? Jo, them, diun? Se di? Diun se si më duket, kem djalin ushtar dhe unë kem kanal në YouTube, o zoti ma. Si qanë? Jo, nuk qaj, po them, po. Shkoj poshtë, po. Bolle, o që më çmendën, për zotin më çmendën, vetëm po zien tani. Dua diçka të ëmbël, po nuk e di se çfarë. Nuk e di çfarë dua. Agile! O Agile, po rriu Agile tani se na çmendët, për zotin na çmendët. A do shkojmë të marrim, Agile, do shkojmë të marrim në një ëmbëlsirë me makinë. E Agile? Marron makinën. Kam seriozisht. Diku këtu duhet të mbyllim këtë vlog. Për ëmbëlsirë nuk vajtëm, se ka vajtë shumë vonë edhe me siguri do jenë gjitha mbyllur. Në fakt, kam poshtë kuras ato molto që beri mami dhe mund të ha me merenda, po doja diçka më të freskët. Nese, do marrim nesër tani. Të mbyllim këtu këtë vlog, ne do shihemi në videon e radhës. Ju mos harroni të bëni subscribe, mos harroni të bëni like nëse ju pëlqeu kjo video. Dhe më jepni ndonjë ide të bëjmë ndonjë video ndryshe nga këto që kemi bërë, sepse nuk dua të bëj vazhdimisht vetëm vlog. Dhe e di që nuk bëj video si më përpara, por e di dhe që më kuptoni, sepse nuk kam kohën siç kam patur më përpara, jam shumë ngarkuar tani me 2 dyqane që kam në një vend, edhe merrem vazhdimisht me prerje. Pra, si që thash, mos harroni të bëni subscribe, sepse për shumë pak arrim 100.000 subscribers, ne bashkë do shihemi në videon e radhës. Bashim Angels!